Boll na dolin 2 pozita neve. Nuk i dojmë 3. Të dashur deputet të opozitës. E ani na ndihmoni që të mos i kemi 3 pozita. Kryetaria aktuale e kuvendit, sipas kushtetutës, do ta ushtroj detyrën e presidentes deri në zgjedhjet e reja, derisa zgjedhet presidenti i ri. Pra vetvendosi do t'i mbajë 3 pozitat edhe gjatë periudhës zgjedhore. Nëse ka pengesat të ndryshme procedurale apo të tjera, deri me datën 4 tetor, Albulena Haxhiu është presidente. Nëse kemi zgjedhje dhe pas atyre zgjedhjeve e zgjedhim kryetarin e ri të kuvendit ose kryetarin e re të kuvendit, ai person bëhet sërish ushtrues detyre i presidentit. Pra lëvizja vetëvendosje do të vazhdoj të mbajë 3 pozitat për gjatë një cikli maraton të zgjedhjeve në vend që të mbaj 2, siç është oferta tash dhe nëse propozohen kandidat konsensual. Ne po dëshirojmë ta zvoglojmë pushtetin ton, ata s'penalojnë. Paradoks në parlamentarizmin e Republikës Kosovës, sikur ky nuk kemi parë. Ne po themi, merreni kryetarin e kuvendit, po thojnë jo. Propozon e presidenti, na ja u mbushim në nënshkrimet që ju vynë edhe në fund ja u votojmë, po thojnë jo. Po ju s'bën mi pas 3 pozitat, a në ndërkohë na i kena 3 pozitat. Cili është kuptimi i kësaj? Na i kemi 3 pozitat. Na po themi merrni ja kryetarin e kuvendit, ja presidentin. Po thojnë jo. Po s'bën ti mi pas 3 pozitat, a ne po thojmë s'pe i marrim. Pas zgjedhjeve të reja, ushtrues detyre i presidentit sërish do të jetë kryetari i kuvendit, e kryetari i ri i kuvendit do të takojë sërish grupit parlamentar më të madh të deputetëve pra vetëvendosjes. Asgjë s'ndryshon. Prap do të kemi 3 pozitat. Aman na ndihmoni që të mos i kemi 3 pozitat. Ne po kërkojmë mbështetjen, ndihmën e opozitës. Boll na dolin 2 pozita neve. Nuk i dojmë 3. Të dashur deputet të opozitës. E ani na ndihmoni që të mos i kemi 3 pozita. Se na tash i kemi 3 pozita.